Për të gjithë ju që jeni të apasionuar pas kërkimit të arit, thesareve të fshehura dhe sekreteve të mbetura pa zbuluar, kjo është për ju. Shqipëria nuk është thjesht një tokë me histori dhe bukuri natyrore, por edhe një vend ku toka flet dhe ku misteret e lashta jetojnë ende në heshtje. Në male, shpella dhe në rënojat e qytetërimeve të vjetra, flitet për art të fshehur, thesare të humbura dhe florin të mallkuar. Disa nga vendet më të përfolura ku thuhet se mund të gjenden thesare, një shpella e zezë në Martanesh, një legjendë e moçme tregon për një thes të fshehur gjatë kohës së pushtimit osman. Thuhet se brenda saj ndodhet një kazan me ar i ruajtur nga mallkimi. 2. Qafa e shtamës, dëshmit popullore përmendin një grup luftëtarësh që fshehen floririn e tyre në një vend të thellë mes shkëmbinjve dhe nuk u kthyen më. 3. Kalaja e Kaninës, Vlorë, legjenda thotë se një pjesë e madhe e florinëve të arbërit u fshehen aty, ndërsa sultanët afroheshin nga deti. 4. Shpellat e Tepelenës, shumë besojnë se gjatë kohës së Ali Pashës, u fshehen sasi të mëdha floriri nëpër shpella që sot janë ende të paeksploruara. 5. Rënojat e Kalasë së Dalmaces, Madh, historia flet për një pushtet të pasur që u zhduk pa pritur, duke lënë pas pasuri të fshehura thellë nën rënojat e gurëve.